Në vitin 2004, tsunami shkatërrimtar që pasoi një tërmet në Oqeanin Indian shkaktoi vdekjen e 230.000 personave. Sot, 6 vjet pas tragjedisë, Indonezia, vendi më i prekur nga tragjedia, ka pësuar ndryshime mbreslënëse. Rindërtimi ka ecur mirë në provincën e Banda Aceh që pati pasoja të rënda nga tsunami, por pjesa tjetër e zonave të prekura vijojnë të përballen me varfërinë. Në projektet rehabilituese u përfshin rindërtimi i shtëpive, rrugëve, urave, shkollave e tregjeve, që ndodhen shumë pranë përfundimit. Me mbështetjen e qeverisë, fondi donatorëve në menaxhimin e Bankës Botërore do të vazhdojë të angazhohet në rikonstruksionin që pritet të përfundojë në vitin 2012. Fondi donatorëve ka marrë përsipër zbatimin e 22 projekteve në 5 zona kyçe me një vlerë prej $601 milion. Pjesë e projekteve janë mbështetja për komunitetet në rehabilitimin e infrastrukturës dhe rrjeteve të transportit. Nga tsunami që goditi vendin u shkatëruan mbi 100.000 shtëpi. Në përvjetorin e 6 të katastrofës, u mbajtën 2 minuta heshtje për viktimat, si dhe ceremoni për të nderuar kujtimin e tyre.